Të gjithë ju që jeni deputet të majorancës, të gjithë ju që jeni, të lutem, të gjithë ju që jeni deputet majorancës, keni votuar që të mos i hiqet imuniteti ish ministres që akuzohet për korrupsion për t'ja hapur rrugën drejtësisë. Ju keni votuar gjithë edhe zoti Vengu që të mos i hiqet imuniteti. Kjo e delegjitimohet administratës publike. Jo pyetjet që i drejtojnë përfaqësuesve të administratës publike. Kur thoni siç e bët në mënyrë të përsëritur sot, që nuk keni besim ke administrata, zoti Munçi dhe zoti Imçi, juve nuk po kritikoni një ministër apo një kryeministër. Juve po delegjitimoni shtetin. Sigurisht që askush nuk është kundër investimeve, as marrjes së huave në parim, veçse pyetja që më lindi mua dhe besoj duhet të ketë lindur gjithë kolegëve tjerë në këtë sallë, kur po referonte zonja zëvendësministre, është që pse pikërisht 22.5 milion, sepse ju thatë që ishte marrëveshje e parë për 15 milion dhe për shkak të situatës së krijuar nga Covidi është rritur kostoja. Tani në vazhdim të asaj që tha dhe zoti Himçi, ju thoni është rritur nga 15 është bërë 22.5, po pse jo 30, pse jo 40, pse jo 60? Në qoftë se për shkak të mungesës së shërbimeve të kumvendit, zonja Denaj, ne nuk e kemi përpara këtë pasqyrë financiare për të gjykuar kostot, për të parë a janë të arsyeshme apo jo, atëherë i bie që ka përcyer një hallkë e domosdoshme përpara se të vim te procesi vendimarrjes, përpara se neve si deputet të na kërkohet të ngrëm apo mos ta ngrem dorën. Sepse në terrë dhe në errësirë që të votojmë këtë marrëveshje, mua nuk mjafton ajo që tha kolegu Vengu, që tha që nuk i besoni ju administratës publike. Jo, nuk i besoj. Unë besoj vetëm syve të mi dhe logjikës time, dhe sigurisht që nuk i besoj një administratë publike që ka mbi krye një qeveri gjysma e cilës është në burg. Nuk mund t'i besoj kësaj. Kështu që për korrupsion. Një ish zëvendës kryeministre, ish ministre të kësaj ministrie e cila kërkohet i hiqet imuniteti, nuk i besoj. Unë i besoj syve të mi. Prandaj, nëse këto të dhëna nuk na i ka vënë në dispozicion shërbimi i kuvendit, këshilli i ministrave, kushdo i ta ke këtë përgjegjësi, unë pres që ta kem përpara këtë letër, përpara se sa të më kërkohet nga ky komision që të ngre apo të ul dorën. Përderisa kolegu Vengu, që nuk dënjoj të rinte në sallë, ngriti akuzën që unë po denigroj ose po delegjitimoj administratën publike, atëherë më lind nevoja të them që në funksionin tim si deputet i këtij kuvendi, nuk besoj se është delegjitimim i administratës publike kur shtroj pyetje në lidhje me shifrat që na janë vënë përpara dhe kërkoj sqarime. Nuk besoj se ky është delegjitimim. Unë mendoj se delegjitimim i administratës publike është kur kemi një qeveri të korruptuar, është kur administrata publike përveç profesionistëve të mirëfillt që bëjnë punën institucionale, mbush edhe me njerëz që bëjnë punën për partinë, delegjitimohet kur të gjithë ju që jeni deputet të majorancës, të gjithë ju që jeni, të lutem, të gjithë ju që jeni deputet majorancës, keni votuar që të mos i hiqet imuniteti ish ministres që akuzohet për korrupsion për t'ja hapur rrugën drejtësisë. Ju keni votuar gjithë edhe zoti Vengu që të mos i hiqet imuniteti. Kjo e delegjitimohet administratës publike.